Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, konstatoj se në salë jemi 111 deputet. Mund të vazhdojmë pra ati ku kemi mbetur me pikën e 3, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 dhe 27 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK Nisma nuk kanë propozuar antarë për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje. Ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj Listën Sërbe të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj AK-n Nisma të propozoj një deputet për antar të komisionit. Nuk ka propozime, andaj lusë deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për, kush është kundër, kush abstenon. 55 deputet kanë votuar për, kundër ka votuar 1 deputet, abstenimin nuk ka, nuk kemi quorum, seanca ndërpritet, shihemi me 31 maj në orën 10:30.